Amion Kurti. Fjala për ju. I nderuar drejtuesi i seancës, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetarë të Fierit dhe të gjithë Shqipërisë. Së pari sot, dua të falenderoj nga zemra qytetarët e qarkut të Fierit, që më besuan të i përfaqësoj në këtë parlament, duke parë si një përgjegjësi të madhe që unë e marr me gjithë seriozitetin dhe përkushtimin tim. Në fjalën time të parë vjen cilësinë e relatorit nga Komisioni i Turizmit, Kulturës dhe Diasporës për projekt ligjin për gjuetin. Qëllimi i projekt ligjit është zhvillimi i gjuetie të qëndrueshme, të kontrolluar, të përgjegjshme, e cila respekton ekosistemet dhe ruan biodiversitetin e faunës së egër të Shqipërisë. Në këtë kuadër, ligji ka një rol kryesor në përmirësimin e menaxhimit të burimeve natyrore dhe pasurore, ekologjike të vendit, duke krijuar kushte për zhvillimin e gjuetisë si një veprimtari tradicionale, sportive dhe të qëndrueshme. Kjo do të bëhet përmes një balancimi të duhur mes interesave të gjuetarëve dhe nevojave për ruajtjen e natyrës dhe biodiversitetin. Ky projekt ligj synon gjithashtu të kontribuojë në mbrojtjen e habitateve natyrore dhe të mundsojë zhvillimin e aktiviteteve që përmirësojnë ekonominë rurale dhe lokale, veçanërisht në zonat ku gjuetia është një burim i rëndësishëm jetese. Në thelb, objektivat që synohen janë të përqendruara në ruajtjen e diversitetit biologjik dhe në përmirësimin e menaxhimit të faunës së egër, duke mundësuar zhvillimin e një gjuetie të kontrolluar, e cila mund të kontribuojë si në mbrojtjen e mjedisit, ashtu dhe në zhvillimin e qëndrueshëm të aktiviteteve rurale që përfshin përdorimin e kafshëve të egra, gjithmonë duke respektuar rregullat dhe kriteret e përcaktuara në mbrojtjen e biodiversitetit. Bashkitë janë institucionet përgjegjëse për menaxhimin e gjuetisë, duke qenë administratorë të fondit pyjor dhe pjesa më e madhe e aktivitetit zhvillohet në pyje. Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë kapacitet ligjor dhe administrativ për menaxhimin e zonave të gjuetisë, duke hartuar plane vjetore dhe 10 vjeçare të menaxhimit, lidhur kontrata me përdoruesit, mbledhur të dhëna për monitorimin dhe administruar tarifat. Ky projekt ligj ka disa risi të rëndësishme, të cilat janë të orientuara për përmirësimin e menaxhimit të gjuetisë dhe për forcimin e kontrollit mbi aktivitetet që mund të dëmtojnë biodiversitetin e vendit. Risit më të rëndësishme janë menaxhuesit e zonave të gjuetisë, përmirësimi i rregullave të gjuetisë, përfshirja e gjuetarëve në monitorimin dhe menaxhim, monitorimi dhe kontrolli i avancuar, masat ndëshkuese për shkelësit. Ky projekt ligj në fakt lidhet ngushtë me zhvillimin e turizmit. Përparësitë që do të sjellë ky projekt ligj janë diversifikimi i ofertës turistike. Ky projekt ligj krijon bazën ligjore për zona të menaxhuara gjuetie, rezervate të mbarshtimit, habitate të restauruara. Këto janë produkte turistike që mund të ofrojnë ecje në natyrë, fotografi të faunës, turizëm rural dhe agroturizëm. Pra, gjuetia nuk shihet më si një aktivitet i izoluar, por si një pjesë e një pakete të gjerë ekoturistike. Menaxhimi privat i barabartë me investime në natyrë. Projekt ligji lejon që zonat e gjuetisë të jepen me kontrata afatgjata, krijon siguri investimi për operatorët privat, të cilët mund të investojnë në infrastrukturë turistike, kulla vrojtimi, shtigje dhe qendra informacioni, restaurimin e habitateve, shtim të popullatës së faunës, trajtimin e guidave lokale. Këto investime rrisin atraktivitetin turistik të zonave rurale, sidomos në qarkun e Fierit, ku natyra dhe lagunat kanë një potencial të jashtëzakonshëm. Ekonomi rurale që gjeneron të ardhura. Zonat e gjuetisë dhe rezervatet krijojnë vende pune për banorët lokal, kërkesë për guida, bujtina dhe restorante, qarkullim ekonomik në fshatra. Turizmi natyrës është një nga format më të qëndrueshme të zhvillimit rural, sepse krijon të ardhura pa shkatruar burimet. Ju ftoj ta shikoni këtë nismë jo si një akt teknik, por si një investim strategjik për mjedisin, ekonominë dhe imazhin e vendit tonë. Shqipëria po bëhet një destinacion i respektuar ndërkombëtar për turizmin natyror dhe kjo fillon me një ligj të drejtë, të ekuilibruar dhe të zbatueshëm. Le ta mbështesim këtë projekt ligj si një hap të domosdoshëm drejt një modeli më të mençur, më të drejtë dhe më të qëndrueshëm të zhvillimit. Faleminderit.